reja ku të gjeta në kuzhinë, duke punuar me produktet e bëra gati për anvisat tona. Mirëmëngjes. Dëshirën mirëmëngjesi për të sjellë çdo ditë receta të reja, të shpejta, të shijshme, të thjeshta, praktike për çdo që e ndjek këtë hapësirë gatimi. Patjetër që po. Unë nis me disa krepa. Patjetër që qullin e kam bërë pak më përpara sepse duhet jetë bërë qulli, duhet të qëndroj dhe një 20 minuta. Më pas sërish të punojmë pak, për çfarë duhet për qulli, po duhet diku te 5 ml qumësht. Nëse s'keni qumësht, se s'ka një problem. 2 deri në 3 vezë. Vezët janë gjithmonë në varësi të vogla ose më të mëdha. Unë kam vendosur 3 mesatare që të jem shumë në rregull, diku te 250 gram miell. Te mielli pastaj ja. Si bëhet? Opa. Fiks është bërë tani për mëngjes kjo, ta mbushim ose të ëmbël ose të kripur. Është e duhur. Dhe Dhe shohim pak recetën tani, se dua që tani si menje me produktet, kemi recetat për t'i përfunduar dhe më pas për të ndjekur jo vetëm britsjapin tënd, por edhe kafja turke, por edhe shejat e tjera pas pak, paliçinka me zdetare sot për sa i takon pjesës së parë për krepat, qumësh, miell, vezë, gjalp edhe pak krip. 2 gota qumësh, pra 250 gram miell, 2 fishin e qumshit do të jetë mielli, ndërsa për mbushjen, Albana u t'i mbushi sot me qep të grirë, me 2 thelpinj hudhra, me 2 lug vaj ulliri, 1 patlıcan të vogël, 1 speci kuq, 4 domate në kubik, 1 lug gjelle salcë domatesh, 1 lug gjelle majdanosi grirë, 2 lug kafeje trumz e grirë, krip dhe piper i zi. Këto janë palaçinkat e sotme të mbushura me perime kryesisht dhe për t'i shijuar ato në mënyrë kështu me zdetare. Akoma dhe më mirë. Tani, mund të shtojmë 2 pika vaj, sepse i bën akoma edhe më mirë kësaj mase të mëndafsht. Çfarëdo që ne të shtojmë tek perimja, çfarëdo që të shtojmë tek perimja, nuk do jetë si brumi që është, si e thamë disi puna e vazelinës, që duhet vazelin pa asnjë lloj arome, edhe qulli duhet të jetë faktikisht pa asnjë lloj përbërës, spinaqa, domata, çfarë. Edhe turmerikun që ne mund të shtojmë sërish ndikon tek qulli. Krepa, dashi, një miell i mirë e kam thënë dhe do ta them. Mbasi jam bërë dhe e bezdisur, por bezdisja ime, shiko, unë nuk shuhem për këtë atë hedhjen, por shiko si është, s'ka nevojë fare për si një centro, si një centro nga ato pente mëndafshtit, kështu është edhe mielli. Pa e kaloj të dytën këtu. E bëm dhe të dytën, se do të mbushen ato avasha. Dhe sërish kam shtuar vaj dhe nuk është e nevojshme që unë të shtoj vaj. Tek tigani. Tek tigani. E lë. Furën e kam gjithmonë të para ngrohur, më pas kanë ngel dhe 18 minuta, dhe kur ju të gjoni atë zhumën, qik, thot, Albana fiku koha, fjale, parole, ja dole. Se i bëjmë dhe recetat. Atëherë shikojmë gjithmonë pjekjen e anës, pjekjen e ansore, dhe deri sa ne të shohim zbardhjen deri këtu, atëherë ne fillojmë dhe e ngasmojmë në shpatullë, por silikoni. Ja, që është akoma. Ja, opa. Do. Sërisht. Këtu kam vendosur qepën. E lë qepën të bëhet. Normalisht kam shtuar ujë dhe përse jo, tani shtoj dhe pak fare vaj. Do të shtoj kripën. Që t'i japë shijen. Në dhe tjetër, aty do paralelisht bëjmë dhe mbushjen, si që tha. Bëjmë dhe këtë lëvizjen. Përderisa bëhet lëvizja e krepës, do thotë që jam në rregull. Raporti pra ishte 1 gotë me miell, 2 gota qumësh, pastaj gjalp krip për të rregulluar shijen dhe pastaj trajton e brumit, dhe i shtoni garush dhe garush që do më duhet, që të bëjt paktën 4 të parat,
një lëvizje të shpejt ciklike që të bëjt ciklin e tiganit dhe e lëm të tillë. Tjetë e barabartë në tiganit. Pra qepën e kam këtu, çfarë më duhet sepse kam ndryshuar disa pozicione. Normalisht kam thelpit e hudhrës. Të zbusim të gjitha perimet, ka dhe patlıcan, Le të zbuten paksa. Opa, akoma. Në këtë formë si që sillim ne, pra palacinka mesdhetare, do t'jenë për një vakt më të plot, se zakonisht jemi mësuar që përdorim nga mëngjesi, por do kaloj në furrë, kanë perime, kanë djathin, kështu që i bëjmë më të plota me këtë mbushjen e bollshme që na plotson një vakt kryesor. Bëjmë edhe të katërtën, përpara se të kalojmë tek perimet që ti... Guxojmë, normalisht e guxojmë, opa. Pra, as një pik vaj, një moment të tillë. Shumë pak. Tani, po të bëj pak hile për shembull që më duhet më kollaj, sepse duhet të bëj akoma edhe më shpejt. Do të vendos tiganin për të bërë e largoj tiganin e krepave dhe shtoj vajin. Patlıcanët i kam prerë kubik të vegjël në ujë me pak fare krip. Do të bëhen shumë shpejt, se janë kubik të vegjël, që kanë qëndruar mirë, e kuptojmë nga ujë, ngjyra e ujit që ka lëshuar, dhe e dim shumë mirë, për të sa të në herë e them, e kam thënë, e them dhe do ta them, ujën e vendosim gjithmonë tek lulet. Perimet, te lulet, si e thash, e kam thënë, e them, do ta them, është e puna Shqipëria, çka qënë që është do të bëhet. Do të bëhet, edhe gatimi. Shpresoj. Kam. Bravo. Shtoj masën e kripës. Nuk më duhet të bëhet edhe shumë patlıxhane, sepse do kaloj në proces termik. Shoh që ka pak mangësi vaj. Sidomos te patlıxhanët e duan patjetër yndyrën, se janë si mishtore. Do të shtoj masën e qepës. Ja, të fike edhe këtë këtu. Dhe e lë. Të bëhet teksa pres që të shtoj dhe specat në kubik, si kurse dhe, opa, domatet. Gjithçka me radhë, i marë, opa, edhe të lajtë duart. Dhe vetëm salca erzat na kanë mbetur tani, pak djath, guda dhe mozzarella ka zgjedhur nga Arla Albana, kështu që ju kam thënë që Arla sjell variante të ndryshme dhe kombinime të ndryshme djathrash në mënyrë që të kemi mundësi të gatojmë sa më shumë variante të recetave tona me brum pa brum në tava, në supa, ëmbëlsira dhe kudo që përdoret Arla, si kremi djathit ashtu edhe djathi i grirë. Këtë herë e kemi të përzier mozzarella dhe cheddar, ndjesë, ishte edhe me gudë pjesa tjetër, pra cheddar dhe mozzarella të dyja bashk, do t'ja ushtojmë palacinkave për t'i bërë atë elasticitetin për t'i lidhur dhe për t'i sjellë shumë mirë në shijen tonë. Tani, do të shtoj trumos dhe largojmë shtrumbi që diku na vendosnin gjyshet e gveshët. E mirat mirave është, ne ta provojmë për krip. E rregullojmë dhe shijen. Do të ishte edhe shumë, sepse kam djathin e shkrirë. Po. Tani aty i duhet dhe 1 minutë për t'u ngrohur, zbutur dhe nxjerrë shijen perimet, kështu që ne bëjmë atë shkëputjen tonë të vockël të mesazhit promocional dhe i kalojmë pastaj në furrë për t'i pjekur dhe deri në fund për t'i shijuar. Ka një mesazh promocional. Ja tek jemi të vazhdojmë recetën e palacinkave mesdhetare, siç u tham, do ta lëm
tiganin të vazhdoj me pjesën e perimeve, të zbuten, të marrin shien, dhe ne më pas të shtojmë këtë djathin që u përmenda, të arlës, mozzarella dhe cheddar. Me syze pa syze s'ka nevoj. Ka këtë zinxhirin këtu, edhe. Në push dorën mirë. Shtoj pak se... Tani mozzarella është ai djathi i bardh, cheddarja i djathi i verdh. Ja, ta përzijem pak sa. Përthith lëngjet. Bëhet në këto masën, kështu si masën e ngjitur që bëhet. Do pak. Gatimin o bëje o mos e bëj hiç. Ja, shiko, fillon ai kjo masa e ngjitur, se këtu derisa të filloj kjo shkëputja e tiganit. Kjo është e duhur aja. E lëm. Djathi e lidi. Po të doni ju, për shembull edhe kështu siç e keni, shtoni nga një kokërvez dhe keni kim. Po. Kalojmë recetë tjetër pastaj. Luguzhin ka mundësi për të patur kreativitet të duhur dhe për të sajuar receta që si kishim menduar, për shembull. Na mbetet diçka, na tepron, nuk e jemi riciklojmë. Nëse ju doni, për shembull, nëse ju doni që t'i jepni pak kremozitet, unë i kemi pak krem djathi. Kremi djathi ka vetëm një problem. Kemi në plot të tjera, po deshet të me erza. Qa të duash ti mirë? Qose është me erza që mos i shtoj bim aromatike, asë një gjë mos i shtoj. Provojmë pak të dhe shumë e duhur është ajo që me jep. Ja, ka erza të ndryshme. Japi një prekje arome delikate. Kështu që jashtojmë edhe aromën, jashtojmë edhe kremozitetin masës tonë të mbushjes së palacinkave. Është vetëm një problem. Në moment që ju shtoni kremin, nuk duhet të kaloj në zgjerrje, një përzgjerrje të lehtë. Dhe ja. Shumë të mira edhe për suprat tona, por ja edhe në këtë recetë të mbushjes. Ka letu të ashtë. Pakës fare, ja. Fal kremit edhe fal djathit, mbushja qëndron jo vetëm me lidhur mirë me njëra tjetrën perimet, por edhe tek krepa. Dhe për këtë arsye duhet të marrim tavën? Po. Se të zgjedhim një tavë jo shumë të madhe, por që të shkoj me madhësinë e krepave. Një formë e tillë do të jetë ideale për vaktin tuaj. Gjithmonë është me, po të doni. Mund t'ja shtoni dhe pak dozën e djathit të bërrir. Sepse një qese që hapet, du të mbaruar. Ja. Op, këtu. Op, këtu. Opa. Është dhe e nxehtë mbushja, kështu që e vështirëson pak këtë pjesën e palosjes. S'ka problem. Asgjë nuk është e vështirë, po të duam ne. Bëjmë dhe palosin e krepës të fundit dhe po ju përmbledh se çfarë shtuam në brëndësi: qepën, patlıgjanët, specat, domatet, trumz, krem djathi dhe djath të grirë, mozzarella, cheddar, çfarë djathi të keni ju. E rëndësishme është që ta përdorni një djath sepse ajo i lidh shumë më mirë përbërësit, e bën atë masën më kremoze, nuk e lë të thatë, e lë atë pjesën shumë në gjendje kremoze, si ta themi ndryshe. Dëgjoj, ngjitet mirë pas krepës dhe bëhet njësh, nuk qëndron më vete mbushja, më vete krepa. Kjo është e rëndësishme dhe kjo është arsye që i shtuam dhe një lugë djath arla. Po është ndryshimi. Nuk i marrë dhe i pjek. Pa. Edhe masën tjetër të mbushjes, ja shtojmë të sipër. E largoj. Edhe ja.
Kjo ishte receta e parë e krepave apo palacinkave mesdhetare. Dhe në furr direkt, nuk vënoheni. Absolutisht e vendosur. Urdhëro që të filloj të marrë. Që të kalojmë tek receta tjetër. Ndërkohë që palacinkat piqen, kemi mundësi t'i shohim më pas në kundërt në rrjetet tona sociale.